flamur do të valoj gjithmonë. Se është një grito, mbi gjakun tonani. Miq të nderuar, këtu është Tetova, temperaturat ftohta dhe një gjendje jo e lehtë, realisht para se gjithash për institucionet të cilët duhet përkushtohen pak më shumë për mirëmbajtjen e rrugëve, për mirëmbajtjen e ambientit. Dhe ne në këto çaste ndodhemi në njësinë territoriale për zjarrfikje, faktikisht në njësinë kundër zjarrit. Ky sektor është shumë domethënës për shoqërinë në përgjithësi, enkas për shoqërinë shqiptare, për të fituar një kuptim pak më të shëndosh për rolin dhe rëndësinë e kësaj njësie këtu në Tetovë dhe në rrethin. Ndërkombëtarët, shtetet më të zhvilluara dhe me kuptim pak më ndryshe për këtë sektor, kanë arritur shumë dhe kanë investuar shumë çka që këtë sektor ta ngritin dhe të kenë një buxhet shumë të konsideruar dhe shumë të nderuar për të dalë ose për të dalë zot çdo situate në rrethin, qoftë fatkeqësi natyrore, qoftë fatkeqësi e rastit nga njerëzit e ndryshëm. Ne ndodhemi këtu për të pa gjendje reale se çka punohet këtu, cili është statusi momental i kësaj njësie territoriale. Do të bashkëbisedojmë me të autorizuarit në këtë njësi për të kuptuar pak më shumë dhe për të reflektuar pozitivitet drejt asaj se çka duhet bërë shqiptarët, faktikisht shoqëria shqiptare, institucioni komun për këtë sektor. Këtu me mua kameramani Bujar Pajaziti.
A mund me pak fjalë na konkretizojsh se për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë është kjo? Kjo është një risi, apo do të them obligimin ta ne si profesionist të njësisë territoriale kundër zjarrit, me që shumica e popullatës na dinë se jemi vetëm për shuarje të zjarreve, por jo, jemi edhe të përkushtuar dhe të obliguar si profesionista që të kryejmë edhe punë tjera në të mirë të qytetarëve tanë. Faktikisht gjendemi në këtë makinë speciale, e cila është për dhënien e ndihmës qytetarëve tanë gjatë aksidenteve të komunikacionit, kur ndodhin në komunikacion. Fakt, këtu, siç po shihni, kemi këto danat hidraulike për prerjen e makinave, veturave të cilat ndodhen në aksident, në rrugë që ndodhen, dhe nxjerrjen e viktimave, po nga ata vetura, në aksidente që ndodhen. Këto janë dana hidraulike, mjaft të forta, dhe siç po e shihni, janë të ardhura të prura nga donacioni kemi marrë nga Shteti Britanisë Madhe, nga Anglia. Këtë si tërësi e keni donacion? Po, shumicën edhe këtë automjetin e kemi donacion. Po ashtu nga Zvicra, mirë po edhe mjetet i kemi donacion nga Anglia. Mirë po vlen të theksohet këtu, pasi që secili nuk mund t'i përdor këto, mirë po ne si profesionista veç jemi të trajnuar, të stërvitur, po nga anglest, kolegët angles, pasi që ata nuk japin donacion pa na trajnuar. Me që jemi trajnuar dhe i kryjmë shërbimet ndaj qytetarëve tanë dhe obligimet që i kemi i kryjmë. Në fol pak për mirëmbajtjen e këtyre mjeteve, sepse dikush mund të jep si donacion pastaj çfarë? Besoni që i ruajmë ne këta mjete si sytë e ballit. Me që me këta mjete shpëtojmë edhe jetë. Mirëmbajtja mbahet rregullisht nga ana e personelit apo nga ana e zjarfiksave tanë. Çdo të premte, faktikisht ditat e premte, ne i marrim dhe i nxjerrim krejt këta mjete, i kontrollojmë, i mirëmbajmë, i servisojmë, me që është jeta e njeriut në pyetje, po nga këta mjete. Ju nga eksperienca juaj, është i mjaftueshëm vetëm një se i këtill për Tetovën dhe rajonin ose si? Po nuk jemi ne të mendoj, nuk do të thosha se nuk mjaftojnë këta mjete, me që koha ecën para, ka mjete tash edhe më të sofistikuara dhe më moderne, më të për përdorimin e tyre, jemi ku jemi. Mirë po edhe këto si donacion janë të mirëseardhura për punën tonë që kryem dhe obligimet të kryem ndaj qytetarëve tanë. Hajde na fol pak për këtë pjesë, zoti Uka. Pra, si që përmendëm se jemi të përkushtuar dhe kryem obligimet tona ndaj qytetarëve tanë edhe gjatë aksidenteve, këtu kemi mjete për shpëtimin e qytetarëve tanë. Faktikisht këta shkallë që po i shihni nga litarët janë shkallë të, i themin e shkallë marines, janë për shpëtimin e njerëzve apo qytetarëve nga ndërtesat e larta. Sa lartësi? Pa 30 metra janë këta. Këtu kemi disa tesha speciale për ndodhin zjarre me helme kimike. Apo të qëndrueshme janë ndaj helmeve? Po, të qëndrueshme ndaj helmeve. Po për fat nuk ashtu zjarre nuk kemi hasur ende. Për fat mirë. Për fat mirë. Që s'kemi hasur dhe mirë i kemi punët me këtë. Sa i përket asaj çështje. Kemi këtu sharra speciale të dorës, me qenë se vitin 2016 dy herë na kaploi një erë fuqishme, erë madhe që frynte në qytetin tonë
dhe binin ndrunj mbi vetura, apo mos na lëndohet ndonjë qytetar, ne gjithmonë kemi qenë prezent dhe kemi qenë në rënd parë që për të shku dhe t'i shkurtu ata drunj në për qytet që ndodhen dhe për rreth qytetit. Këtu kemi një karrocë speciale për nxjerrjen apo bartjen e viktimave nga ndërtesat e larta. Është speciale karroca, po ashtu kemi edhe bartëse për njerëz të lënduar, pleq, ata që nuk mund të lëvizin gjatë ngjarjeve që ndodhin. Faktikisht zgjerfiksa, por zgjerfiksa shpëtimtar. Prandaj ua përmenda edhe këta mjetet që i kemi për të mirën e qytetarëve tanë. Për të arrit në vendngjarje ku kemi paraqitje së më shpejt, meqense shpesh e përmendim ne se minutat janë pyetje, po do thoja une edhe sekondat janë për ne shumë të vlefshme për të arrit në vendngjarje së më shpejt, gjithmonë koncentrohemi në bazë të hartës që posedojmë, që kemi në mur, në disa vende këtu në stacionin tonë të njësisë territoriale kundër zjarrit. Këto konsultime, këto i bani që në bazë? Është komandanti i togut, i cili bashkarisht me qendrën operative dispečerike, ku i marrim thirrjet, del e shef se ku është rruga për të arritur së më shpejt dhe të jemi së më të efektshëm në vendin e ngjarjes, del dhe konsultohet me ekipën e cila shkon në vendngjarje, me njënën ekip apo me 2, me 3, sa ka nevojë. Meqense e dim se Tetova, qyteti jon, Tetova dhe rrethina ka shumë edhe vende me rrugë shumë të ngushta. Mirë po, koncentrohemi në bazë të hartës, shumë shpejt arrim në vendngjarje. Kjo harta është afatgjate? Jo, harta nuk është afatgjate, meqense dita ditës edhe ka ndryshime qyteti në urbanizëm. Mirë po, gjithmonë jemi në hap edhe me atë punë. Meqense ndryshojnë, rrugët ndryshojnë, urbanizmi i qytetit ndryshon. Prandaj ne edhe gjithmonë konsultohemi me njerëzit që merren me urbanizëm, shembull, gjithmonë u marrim kanë dokumentacionin e tyre që konsultohemi me ta që për punën tonë të jemi sa më të efektshëm. Po, kjo është gjatë verës, gjatë stinës së verës, gjithmonë ne si njësi territoriale kundër zjarrit dhe si menaxherë që jemi këtu, që menaxhojmë me këtë punë, çdo sezon bëjmë apele nëpërmjet mediumeve elektronike, por edhe nëpër mediume të shkruara. Faktikisht këta që i shihni këtu, këto reklama që i kemi, gjithmonë i shpërndajmë, bëjmë shpërndarjen e këtyre reklamave nëpër shkolla, nëpër institucione, meqense këtu bëhet fjalë për ndezjen e pyjeve gjatë verës, ku shpesh na ndodhin ata. Këtu do më interesoj botkuptimi i shoqërisë tonë. Sa shoqëria jonë ka kuptim për të ruajtur ambientin, për të ruajtur atë që i takon shoqërisë si tërësi? Mund të them nga ana profesionale ime që në kohë të fundit me të vërtet vetëdijsim nga ana e qytetarëve tanë ka, mund t'ju ceki në vitin 2016, faktikisht në vitin e kaluar, kemi pas shumë më pak paraqitje të zjarreve sesa në vitin 2015 apo 2014. Dua të them që vit për vit jemi në rrënje të paraqitjeve të zjarrit. Ajo është një plus i madh si për qytetarët tanë, si edhe për neve si profesionista. Meqense sa i përket kësaj reklame këtu, kjo do të thotë që ruajmë natyrën, ruajmë ambientin, por edhe i ruajmë edhe
edhe shtazet dhe kafshët që janë ata pyje. Këtu është një dhomë. Çfarë dhomë është? Po, kjo është dhoma e zjarfikset gjatë orarit, ku rrinë, faktikisht edhe bëjnë një pushim. Por, pushim pasiv. Do të them jo aktiv. Pasiv, me qenë se në çdo moment nuk dihet paraqitje të zjarrit mund të kemi. Veshmbatjet dhe mjetet për veprim. Na konkretizo pak për këto. Me paraqitje të ndonjë qytetarit tanë se dikun ka plasur apo ka shpërthyer ndonjë zjarr apo siç përmendëm ndonjë ngjarje ka ndodhur në të keqet të qytetarëve tanë, shpëtimtarët apo zjarfiksat që janë në krye të detyrës, ata gjithmonë derisa vinë në vend pune, i nxjerrin përgatitjet dhe i përgatisin për çdo moment. Siç po mund të vërrejeni këtu, janë të përgatituna, po të marrim një lajm tash në çdo moment, se nuk i dihet se kur, zjarfiksat shpejt e shpejt përgatiten, vishen dhe dalin në aksion. Neve në kohën e lirë, kur jemi të lirë si zjarfiksa, kohën e lirë e shfrytëzojmë edhe duke u marrë me sport në mënyrë aktiv. Tanë ditën merremi edhe me sporte të ndryshme, faktikisht ja siç e vërreni dhe siç po e shihni, merremi me ping-pong, merremi me ushtrimin e trupit të zjarfiksve, kemi edhe thesin e boksit, ku çdo zjarfiks gjithmonë prioritare është për zjarfiksin të jetë në gjendje psihofizike, i përgatitur për çdo rast që ka nevojë qyteti i Tetovës dhe rrethina e qytetit Tetovës. Kjo sallë ka nevojë edhe për mjete tjera sportive apo s'ka hapësirë? Jo, kjo sallë ka nevojë shumë të madhe edhe për mjete tjera aktive, sportive, për të marrë me sport, që zjarfiksat tonë të jenë sa më të përgatitur. Ka nevojë kemi, por ja kushtet i kemi. Apo punoni në drejtim që nesër më jetë më e mirë. Jemi duke punuar në drejtim mirë, po duhet edhe kërkojmë ndihmë edhe nga donatorë të ndryshëm, të cilët mund të na dhurojnë neve si zjarfiksa, që të kemi mjete të merremi me sport. Qësa ku je këtu, më intereson, dhe cila ishte dëshira jote që ti kuadrohesh këtu? Unë pavarësisht jam që 1 vjet në njësinë e zjarfiksave të Tetovë, dëshira ime ka qenë që në fëmijëri të jem në një pjesëtar me uniforme, të jem në krah qytetarëve të Tetovës, ku më dha rasti dhe të jem në pjesëtar në njësinë e zjarfiksit të Tetovës, dhe jam shumë krenar dhe mburëm me këtë aktivitet se me shumë privilegj dhe krenari do të qëlloj bëha kësaj uniforme. Qësa ku je këtu? Absolutisht 1 vjet. Gjatë kësaj periudhe, çfarë ke pa? Çfarë ndodh këtu? Sa jeni të organizuar sipas jush? Sipas duke folur nga ekipi, vërtet jemi një ekip që vërtet kemi treguar sukses. Nuk duhet gjithmonë t'ja bëjmë të krenojmë atë punë që e bëjmë, por të shprehemi në publik. Besoj që gjithmonë kemi qenë shumë të organizuar dhe shumë faqebartë, ku kemi arritë të jemi shumë sy hapur në çdo aktivitet dhe çdo pjesëmarrje tonë, çdo bashkësi ose çdo ngjarje që ne po na kaplon ditën e vijim. A ka kritere këtu të prera dhe a dënohet këtu neglizhenca ose zhagitja ose dembelizmi e shumë faktor tjerë? Si duhet të jesh më ndryshe se në institucione tjera? Shiko, po kjo duke pa parasysh që ka një punë me shumë një seriozitet të madh, pasi nuk e dim se çfarë rreziku dhe çfarë do na sjell ndonjë aksident, që gjithmonë kërkon një përgjegjësi të madhe tonën, po ka do kriterë që si në fillim çdo institucion do të respektohet hierarkia,
urdhat dhe që sipas urdhave të tyre dhe zbatohet dhe aksioni i zërfikësve. A gjatë kësaj kohe mund të kujtosh një ngjarje interesante që të ka lënë faktikisht përshtypje që edhe s'mund të harosh, ka ngjarje të çuditshme në këto fusha. Unë do të cekë një ngjarje ku unë nuk kom pas mundësi të jem pjesëmarrës, po kolegët e mi kanë qenë në fshatin Bozovc, ku sipas njerive dhe informata që kom marrë pas janë kthy kolegët mi nga Bozovca, ishte hera parë si një sit i zafikut të Tetovës me pjesën e intervenimit në Bozovc, ku asnjë institucion, asnjë rrethan nuk ka qenë në vizitë le ndonjë intervenim që ka ndodhur në Bozovc, ku vërtet jemi munduar me çdo forcë të qëndrojmë krah qytetarëve të Bozovcit. Ndodhemi në hapësirën më specifike, do kisha thënë, të kësaj qendre, ku janë të vendosura makinat, faktikisht kamionët, dhe kjo hapësirë gjatë sezonës dimrore sigurisht që duhet të jetë ngrohtë, shoh se këtu janë krijuar kushte e parakushte të mira për të qenë në gjendje gatishmërie në situata të caktuara. Edhe këtu ne do të mundohemi që në hollësi të sjellim disa të dhëna se realisht çka bëhet me këto makina, cila është gjendje e makinave, sa janë të pajisura me kushtet e kohës re. Shoh se kjo punë është një punë me përgjegjësi dhe më pëlqen që keni krijuar kushte. Na fol për këto kushte, këto rrethana. Po, është e vërtetë se është një profesion dhe një punë mjaft serioz dhe me përgjegjësi të madhe. Pra gjendemi këtu në hapësirat e njësisë territoriale kundër zjarrit Tetov, ku janë automjetet, faktikisht autoparku këtu është, ku siç po e vërreni dhe po e shihni, kemi 5 automjete këtu dhe nënën tjetër të autoparkut kemi edhe 5 tjera. Të gjitha janë në gjendje gatishmërie dhe siç po e shihni, meqense se jemi në sezonin dimnor, ku mbizotrojnë temperatura mjaft të larta, mendoj mjaft të ftohta, nën minus, dhe edhe këta automjete i kanë kushtet për mirëmbajtjen e këtyre automjeteve, duhet me kushte që u përket automjeteve, pasi që temperatura këtu brenda duhet të jetë si që duhet, me qenë se bëjmë me ujë, me pompat që bëjnë hudhjen e ujit të automjeteve, dhe mos t'i lëmë ata pompat tëna, me qenë se janë, si që cekëm, se temperaturat janë nën minus, jashtë, gjithmonë temperatura këtu brenda është normale për automjetet dhe për pompat, që ujë mos në ngrinë. Kemi një pamje, sa po është kthyer një automjet kundër zjarrit me ekipën nga një intervenim, ku pas çdo intervenimi, edhe në këta kushte mjaft të ftohta, do të them dimrore, çdo automjet pas kthyrjes në bazë bëhet pastrimi dhe përgatitja për sfida tjera që na rrjedhin pas. Kemi kaluar në pjesën përmbyllëse të këtij emisioni, do kisha thënë me emision në Maqedonia Shqiptare. Të trajtosh temat kësaj natyre, vërtet është një përgjegjësi dhe një reflektim para së gjithash, para institucioneve dhe para shoqërisë shqiptare. Po bëm një investim serioz, po bëm një përkushtim pak më ndryshe nga institucionet tjera në këtë fushë. Kujtoj që do të kemi një stabilitet dhe një rahati, një siguri tek gjeneratat e reja. Sepse gjeneratat e reja kërkojnë siguri, kërkojnë mirëqenie. Vlerësoj se ndaj këtij institucioni Komuna e Tetovës ka bërë angazhimin e vet. Konkretisht e para e Komunës Teutarivi ka vizituar her pas herë
këtë institucion dhe sigurisht e kanë tërheq të gjitha ngjarjet ose aktualiteti që është në këtë qendër. Vlerësoj se me mundësitë institucionale, Komuna e Tetovës do të bëj edhe më shumë për këtë institucion. Për ta përmbyllur, do të kalojmë me bisedën me zotin Uka. Është shumë e vërtet. Me ardhjen e zonjës Teuta Arifi në krye të detyrës si kryetare e Komunës Tetovës, shumë gjëra edhe këtu kene në njësinë territoriale kundër zjarrit edhe kanë ndryshuar në të mirë për qytetarët e Tetovës dhe 5 komuna rurale tjera që janë rreth Tetovës. Gjithmonë zonja Teuta Arifi, kryetare e Tetovës, çdo vit, çdo fund vit, do të them natën e vitit të ri, ajo vjen dhe ka 3 vite që natën e vitit të ri e kalon me zjarr fiksa, këtu bashkë me neve. Faktikisht ndahet nga familja e vet dhe vjen këtu ke ne. Prandaj ne e vlerësojmë dhe e çmojmë atë punë, atë gest, do të them, të kryetarës komunës, disi neve edhe si zjarr fiksa shpëtimtar në rrit moralin, vullnet na jep, me qenë se derisa mundet një kryetare ato gjërat i bën, edhe ne mundemi shumë gjëra të bëjmë dhe qytetarët e Tetovës dhe rrethinës Tetovës të jenë të mbrojtur dhe të sigurt. Për sa i përket furnizimeve që kemi, me që e gjet si e gjet kryetarja e komunës zonja Teuta Arifi këtë njësi territoriale kundër zjarrit Tetovë, e gjet në një situatë mjaft të vështirë, me qenë se zjarrfiksat shpëtimtar të Tetovës nuk i kishim edhe kushtet elementare me veshmbathje, pra me uniforma, me automjete, edhe shumë gjëra që na mungonin, fal kontributit të zonjës Teuta Arifi, krejt këto gjëra që na kanë munguar, normal se duhet edhe shumë për të bërë këtu, na kanë munguar, veç i kemi mendimën e kryetarës Teuta Arifi, kryetarës komunës Tetovës Teuta Arifi, veç edhe i kemi prunë në vend. Sot çdo zjarrfikës këtu është i uniformuar, i mbrojtur si me çizme mbrojtëse, si me uniforma, faktikisht mbrojtëse dhe me gjëra tjera. Mirë po, ne nuk do të ndalemi këtu, me qenë se kemi shumë përkraje nga zonja Teuta Arifi, ku na ka premtuar dhe ka një sens për mbrojtjen e qytetarëve të Tetovës dhe rrethinës, ku edhe çdo kërkesë e jonë has në pozitivitet tek zonja Arifi. Ishim në njësinë kundër zjarrit këtu në Tetovë. Vlerësoj që bëm një analizë të punëve që po zhvillohen brenda këtij institucioni. Me këtë emision vlerësoj që do të reflektojmë pozitivitet edhe të institucionet, edhe të shtresa shqiptare, me qëllim që të vetëdijsohemi dhe të ngritemi në nivele më të shëndosha për të fituar një botkuptim më real për këtë shtresë dhe për këtë fushë të veprimit, kur shoqëritë në përgjithësi investojnë me të madhe për ta ngritur këtë segment kyç të jetës. T'ju kujtoj edhe një herë se këtu është Maqedonia Shqiptare.